arrin të bëjë atë ta marrë dhe të punoj pastaj drogën që është fituar nga porta. Ka një grup të caktuar se i cili siguron trashëgimin dhe pastaj janë edhe grupet shpërndarjes, grupet e shpërndarjes deri diku me pakisë, si grupi i barit, ne po flasim që ishte indicë për këtë investigimin i pasoi. Ti ke bërë në fakt edhe një studim, një bashkëautore e një raporti së bashku me Global Initiative pikërisht për këto lidhje të rjetin e Merimangës së lidhjeve ku trafikantët shqiptar janë goxha të pranishëm dhe me goxha peshë. Megjithatë, unë dua të pyes pak më vonë në lidhje me raportin, sepse jam kurioz të di nëse te këto emra që figurojnë në prokurorinë e Barit, antimafian italiane dhe në SPAK gjenden edhe persona për të cilët ti i ke përmendur në bashkëautorësitë e ky raport. Po përpara se të shkojmë këtu, unë dua të di në lidhje me bashkëpunëtorët e drejtësisë që kanë dhënë një dorë, një kontribut në zbulimin dhe në hetimet e këtij rjeti. Të nisur nga Nurettin Dukati përmendi disa herë në dosje. Punëtori drejtësisë shqiptare përmendet i cili ndron në lidhjen e këtyre nyrjeve që ne shohim të kryetit shqiptar, dhe duke se ka qenë vlefshëm për shqiptare, gratë italiane për shpërtimin e do se si funksiononte grupi kriminal. Nga ana tjetër, shohësh ka drejtar të drejtësisë italian, të cilët po ashtu janë intervistuar dhe të shpunuar nga prokuroria e Barit, të cilët bëjnë kritikën e tyre, të cilët arrin të kuptojnë dhe të kuptojnë se si funksiononte skema ana italiane. Sepse duhet të kuptojmë që në këtë operacion nuk ka qenë vetëm grupe shqiptarë që kanë shpunuar. Shqiptarët në Bari, në shpërndarjen e kokainës edhe të heroinës, ishin duke bashkëpunuar mjaft edhe me grupe të lokale të Barit. Dhe për këtë arsye është gjithë e dëshmitarëve të drejtësisë nga ana italiane për të bërë edhe bërtimin e këto skemave. Po flasim për skemë dhe shpërndarje progresh në zonën e Pyrrhës, nuk ishte vetëm Bari, ishte edhe Lecce dhe Brit. Ishte një zonë që faktikisht një zonë e jugut që konsiderohet në ndikimin e mafias italiane. Dhe mendoj që rëndësia e madhe për shqiptarë në këtë rast vjen edhe për faktin sepse do të flasë qartë që ata ishin furnitor të grupeve italiane për shpërndarjen drograve në këtë zonë. Tani të shpërndar drogë në tokë të mafjes, sigurisht që tregon një lloj të narkotikimi dhe tregon një lloj ngjitje në atë shkallën kriminale të grupeve shqiptare. Në atë zonë është Ndragheta apo Sacra Corona Unita, se nuk jam i sigurt. Sacra Corona Unita. Sacra Corona Unita, po. Po. Tani për të përshkuar të juaj se grup kishte më përpara indicë. Antar grupi dhe po kemi në rast pret Elvis Doçi, i cili përcaktohet i procesit të kokainës, i cili e prezonte grupin me kokainë në Gjermani apo Holanda në Bari. Është një nuk është i panjohur për drejtësinë shqiptare, për ata që studojnë krimin organizuar apo gazetar. Duhet kujtojmë që vitin e kaluar pasur një operacion në zonën e Durrësit dhe janë nënshkruar 3 milion euro kesh, të cilat pretendojnë të përkisnin Elvis Doçit. Në atë kohë, pati një lloj konfirmimi të prokurorisë në mënyrë të drejtë se Doçi ishte pronar i parave të përcaktuara, por gjëgjesim folur gjërësi në lidhje me mundësinë që ai të kishte pas këtyre parave dhe pasojë operacioneve kriminale që zhvillohen këto shumat në parash. Tani që ajo që ne kërkojmë është si duket prokurorisë është dashur më shumë kohë për të bërë edhe lidhje të dhura, se tani pyetsim pse ky personazh që del kaq rëndësishëm në botën e krimit organizuar shqiptar nuk ka qenë përpara, nuk ka pasur një urdhër ndalimi, por me sa kuptoj duket që prokuroria ka dashur të jetë sigurt në mënyrën se operon dhe për këtë arsye ka kryqëzuar domethënë. Është ndihmuar nga prokuroria e Barit edhe nga Sky, nga të gjithë infrastruktura europiane e agjencive zbatuese,
për të arritur në konkluzionin dhe për të provat mjaftësuese që vendosin Doçin si ka antarët më të rëndësishëm të krimit organizuar shqiptar. Po, dakord, po ku është Elvis Doçi? Pse nuk është në masë sigurie sot? Nuk dihet, ka një urdhër arresti ndaj tij, por në këtë moment ajo masë nuk është ekzekutuar. Ndisa duket Ka dyshime Fationa për dekonspirim të këtij operacioni? Ti vetë po them, a ke dyshime? Janë gjithmonë, por unë mendoj personalisht që mbasi në këtë nuk kemi dekonspirim, ka të faktit që ajo që ne kam në konferencën e shtetit të SPAK edhe të prokurorisë italiane, ishte kryetaria e policisë së shtetit. Ishin të gjithë pjesë. Po të shikohet aty të drejtori i përgjithshëm i policisë Podër, dhe po të shikosh se ka një kënaqësi të gjithëve, duke si thua uruar një të suksesin e këtij operacioni. Mendohet që Doçi mund të bëhet nga disa muaj më parë, që ky ka nisur për të ditë më parë, sepse sigurisht që për publikun e gjerë nuk mund të bëjë edhe qartë rolin e tij vitin e kaluar kur operacioni i SPAK-ut sekuestroi Qeshin, por mendoj që një i përfshirë drejt në drejtë të ngjarjeve duhet të ka marrë sinjalet e tura për të larguar, këto është në fakt gjithë normale në botën kriminale. Gjithmonë, në momentin që vitet një grup kriminal, të vështirë të vendosur prangave janë liderët e grupit. Dhe kuptohet shumë mirë kush janë ato urdhra e arresti që kanë të pasbatuar, duke që ato kanë shihen në liderat e grupit, të cilët sigurisht dorin më shumë kanë më shumë sense për të thuar se operacionet e policisë apo organizatuese janë duke parë. Dy momente shumë të shkurtra, të cilat janë edhe një akuzë ndaj SPAK-ut nga ana e atyre që këtë operacion në fakt nuk e shohin si një mega operacion, siç thot SPAK-u, Fationa, por si një fasad. Së pari, vendimi i prokurorisë italiane në mos gaboj është marrë në 21 shkurt. Pse SPAK-u e bën këtë lajmërim pas 3 muajsh, sa i bie në 21 maj, duke u dhënë kështu sipas atyre që e akuzojnë, mundësi të dekonspirohet edhe palët të marrin masat e tyre për të mos thënë dhe akuzat të tjera, Fationa, më të rënda, cilat kanë të bëjnë me pjesëmarrjen e këtyre grupeve kriminale në zgjedhjet e 11 maj. Pra, pse jo në 21 shkurt, po në 21 maj është pyetja ime. Tani, nuk e kemi gjithë informacion tuar se bashkëpunimi ka qenë me policisën italiane, SPAK-u e ka pasur të drejtën apo primin që do të shpallin në mesat e arrestit. Kjo është një gjë që nuk ta dim. Me të drejtë një pyetje, pse para apo zgjedhjeve dhe pas një lloj dyshimi që ky grup kriminal i cili të gjithë të fuqi edhe ekonomike, mendohet se nuk ka ndikimin e tij në zgjedhje, jo vetëm në këtë zgjedhje, por në disa palë. Do të kuptojmë që pasuria e madhe të ardhurat që gjenerohen nga grupet kriminale për një rrezik për Shqipërinë edhe për sa i përket demokracisë, sepse grupet do të fitojnë dhe ja fitohet për zgjedhjes së prokurorëve apo gjyqtarëve për korrupsionin e forcave të policisë, edhe për deportuar politike dhe për shtetjen në nivelin qendror. Tani unë nuk them se SPAK-u e bëhet pas zgjedhjeve, ose tash po pas zgjedhjeve, nuk ishte që unë mund të shkoj, mendohet pasur nevojë për koordinim me palën para se. Nuk ishte shumë e përpara. Dhe mendoj nuk është sot vetëm të thuhet që çfarë u bë, por dhe mendoj që rreth të tjera se ky grup ka pasur ndikim në zgjedhje, do duhet të zgjidhet. Mendoj që një votë edhe për të shkuar këtë gjë. SPAK-u të lirë fjohet, sepse të grupë identifikuar dhe në këtë moment mund të mbaj askush, nuk ishte askush të vijuar e të kuptuar se kush ishin njerëzit të siguronin për mbrojtjen e tyre në Shqipëri. Shqipëria ka një problem me simbiozën që ekziston midis të organizuar biznesit dhe politikës. Kjo nuk është një risi, po të shohësh kemi përbur një deputet të partisë në putet, dhe po flasë këtu për deputet, ishtë në rast,
i cili është pas rekurave për shkak të bashkëpunimit me grupet kriminale. Kështu që ky është një alarm shpirtëror për mos të neglizhuar. Kjo tregon që sigurisht kriminali organizuar si ka një fakte e një ndikim në proces kriminal. Kështu që kultura e SPAK është shtoj edhe me këtë. Le ta vëm pak theksin tek bashkëpunimi, Fationa, midis Shqipërisë dhe Italisë, midis pra SPAK-ut, prokurorisë sonë të posaçme, antimafisë italiane. Tani, si funksionon ky bashkëpunim dhe çfarë pasojash ka ky bashkëpunim apo do të ketë, po flas në të ardhmen e afërt për grupet e krimit të organizuar dhe mafian që po them pjesën e mafias që na takon ne, mafian shqiptare. E bëj këtë pyetje Fationa duke ju referuar sërish atyre që e kontestojnë punën e SPAK-ut, të cilët thonë që në fakt hetimet i kryejnë të huajt, i kryen në rastin konkret Pala Italiane, antimafia italiane dhe prokuroria italiane, ndërkohë që neve thjesht bëjmë lajmërimin kompjuter. Pra SPAK-u shqiptar bën thjesht lajmërimin publik. E kuptoj. Unë nuk jam dakord. Po? Po ta shikosh edhe në grosë të ka shparë që duhet po na bëjmë në edhe sepse italianët nuk hetimet për të tyre si droga. Por kanë aty në rast se kësaj i zinxhirës të flota aktivitet të grupit duke ka Amerika Latine në Europë dhe nga aty kemi edhe mënyrë parazi në Shqipëri dhe investojnë në kompanitë. Kështu që sigurisht pjesë e mund ta bëj barit. Të vini parat futur që të sistemi financiar, nuk mund të bëhet, duhet të bëhet si nga SPAK-u absolutisht. Sigurisht ky është hapi parë. Hetimet do të bëjnë dhe shpresoj SPAK-u të bëhet edhe më tepër krimin ekonomik dhe krimin financiar që zhvillon grupet e të tjera. Në mënyra se pavarësisht ishte në atë vëmendjen e forcave policisë apo autoriteteve legislative për të rivijuar ishte lidhje me institucionet shqiptare duke marrë lekë ndërtimore, duke marrë lekë trafitimi. Këto janë disa të rëndësishme se si krimi për shqiptar është gjithmonë nga e posaçme nga ligji investitor strategjik për atë dhe për gjithçka tjetër. Dhe nuk mund të thotë që kjo është një goditje e parë, por sigurisht që ka nevojë për më shumë. Kush faciliton dhe si faciliton edhe në bazën e për shembull ne grupi i cili parë një vit të marrë një lekë një lëndë posur e ministri Ra. Pikërisht për lejen e ndërtimit. Leja e ndërtimit është një tjetër çështje. Dhe është shumë rekomandueshme, është ditë kushme madje doj se është markë çfarë përmbledh në këmbim të kësaj duke qenë se tashmë personi nga marrë që identifikuar si ka detyruesi në një atë rrezikshme të krimit shqiptar që operoi. Kështu që në këtë mendoj se nuk është bërë puna në është vetëm hapë parë, por gjë më rëndësishme, ajo karakteristikë një organizim është goditja e financave. Goditja e politikës e lidhjeve që mund të kemi me administratin. Dhe kjo tani mbetet SPAK. Gjithsesi, unë të them që SPAK-u ka bërë të mirë. Është intensifuar lufta të organizuar, është intensifuar dhe bashkëpunimi me agjencitë legislative të vendeve partnere, po që kosh është me Italinë janë njësë skuadre të dërshme të tëre, të të sjellë një kërëtat shumë të një. Që sjellë të dosit me afrojnë 1.500 faqe, të cilat arë të dërejojnë. Do të kuptojnë ja e tashmë të rikër, se nuk është vetë rëndësishme që të bësh i cili e paqëndrueshëm, po duhet bësh cili tjerë fitur i thënë. Në mënyrë që bëhet e mund gjykata më ta rrezikojë dhe ta njërë vërtetë pas hekura. Qartë. Kam edhe dy pyetje të fundit, po që unë i kam shumë për zemër. Së pari në lidhje me raportin ku ti je bashkëautore për lidhjet midis kriminalëve të Ballkanit Perëndimor, jo vetëm të Shqipërisë, me Amerikën Latine, me Ekuadorin, pikërisht atje ku është edhe burimi i kokainës vitet e fundit. Tani unë dua të di, a janë përfshirë në këtë hetim
të urës, të operacionit ura. A janë të përfshirë emra të cilët ju i keni paraqitur edhe në raportin tuaj? Një muaj më parë, më duket datën 1 prill e kam parë diçka e tillë atë raport. E vërtet. Por të ka qenë një raporti dhe unë jam autore me fakt, bashkëautore, po. Edhe të përgëzoj me qëra fjala, sepse është vërtet punë e paqme. është dhe punë e vështirë për shkak të faktit se raporti nuk vetë analizon lidhjet e korpeve të Ballkanit, por del jashtë Shqipërisë, Shqipëria është tretësia vende, analizon lidhjet e krimit në 6 vende me lidhje që ata kanë formuar Latinë dhe që ka kuptosh atë janë shumë ndërë. Ishte thekse të ndosur të ekstrori, duhet të them se raporti ka juar padur të emrave, është më fokusuar në mërimit. Për shkak se organizata që unë kontribuoj, është një organizatë që merret me çështjen e fundimit sesa me çështjen e ekskluzivit e emrave. Këtu uajtarëve që bëjnë hyrë përse edhe që ata një që të regojnë për të bërë të gjë. Sigurisht ne kemi një brand fort, por kryesisht tomi në rratuara. Jo në rast një veprime. Por kjo nuk e disë, në fund të ditës, ajo që ne në fort janë shumë të rrëme dhe ashtu se që shkon vetë të rast, këto grupe e veprojnë pothuajse në të një autorit. Ajo që kanë është 10 të grupe shqiptare kanë arritur në lidhje shqiptare në kryesisht e fort, është një qendër e lidhjes shqiptarëve, është një grup e rëndësishme për transportimin e drogave dhe kokainës rast Amerika Latine në Europë. Pozicioni dhe që ata kanë për skasi drogë dhe i ka putur grupe të jenë mjaft të rëndësishme edhe në skenën europiane të drogave. Është interesant fakti që vetëm vitin e kaluar, 2024, Europol publikoi një raport i cilat ishin kryesor nga aktorët kriminale të ndryshme ilegale të Evropës. Dhe grupet shqiptare vendosën shifrin ishte kategoria e trafikimit të kokainës dhe kategoria e trafikimit të kanabisit. Është shumë interesante, po të shikojmë që në kategorinë e trafikimit të kokainës, këto grupe qëndrojnë krah për krah me grupet italiane, belge, holandeze dhe spanjolle, që konsiderohen disa nga grupet më